Kisha pas qef më konë se cili me pas truhezën shtrut. Gjdo dit, jo vetëm natën e vitit të ri, se cili me pas sa ma shumë, edhe më konë shnosh këtë familjet, e dyta i shkon me mdhez një kongë. Me të dhez një kongë. Me shku viral kështu adel, e më ndajna me shku këtë kongë ram, edhe e treta, kisha pas qef që familja jeme, edhe këtë rrethin që e një, më konë shnosh e rahat, mës me hek, edhe gjdo kush me shku me ram. Okej, faleminderit shumë. Këto kënë serioz, ato me humor cilat kënë? Që kjo dhe me dhez konga? Kjo humor, kjo ma serioze më duk. Po. Për babadimrin. Për babadimrin në kjo, inshallah më dhez me shku viral, po foli veç Kosovë. Okej, faleminderit shumë. Vjosa, inshallah të plotësot dëshirat. Inshallah. A dëshira e parë është shëndeti, besoj që ajo është diçka më e rëndësishme si për mu, për vajzën, për familjen time. Vend dytë kisha pas qef që vajza ime me prestu ma mirë në shkollë, vitin a shumë, me qenë ma e mirë. Edhe pse nuk është keq, po alo ma mirë, me qenë ma studioza.